dhe lidhur me karrierën e dy futbollistëve të tjerë. Kështu që fërshëllimat ndaj Granit Xhakës janë fërshëllimat të një niveli shumë banal. Mua më kujtojnë këta komentuesit e anonim të Facebook, të cilët merren me autorin dhe nuk merren me problematikën që ngre autori. Ndoshta ngjan pak edhe rasti i Xhakës, i cili në një farë mënyre ngre problematika, po nuk është nga ata që përdhos vendin e vet. Dua të them këtu që Granit Xhaka është nga ata të cilët e ka bërë të njohur emrin e Kosovës dhe të Shqipërisë më shumë se sa mira anonim të tjerë, të cilët han, pinë, vjesin çdo ditë, po nuk është se bëjnë ndonjë gjë për këtë vend. Kështu që fërshëllima ndaj tij në një farë mënyre janë fërshëllima ndaj një simboli. Graniti, shumë futbollistë të tjerë dhe sportistë të tjerë, të cilët përfaqësojnë vendin në arenën ndërkombëtare, qoftë edhe kur luajnë me fanela të vendeve të tjera.